Një italian 44 vjeçar, administrator në një kompani të madhe tullash në zonën e Laprakës në Tiranë, u gjeti pa jetë rreth mesnatës buz rrugës në Dilan, mes fshatit Salari dhe Nivic, në një prej akseve që përshkojnë te Pelenën. Edoardo Sarki, i cili banon në Tiranë, mendohet të ketë qenë për gjuhëti bashkë me disa të njohur të tij nga Tepelena, Eqerem Braçi, 2 djemt të tij dhe një person tjetër, por rrethanat se si humbi jetën janë ende të paqarta. Italiani mendohet se vdiq nga hemoragjia nga një plag në trup. Burime për Report Televizion thanë se ende nuk është përcaktuar nëse kemi të bëjmë me plag të shkaktuara nga një armë zjarri dhe aq më pak për llojin e saj. Trupi i italianit është dërguar për ekspertizë në morgun e Tiranës. 4 persona që mendohet se ishin me të janë shoqëruar në polici dhe po merren në pyetje. 3 prej tyre janë Eqerem Braçi së bashku me të 2 djemt e tij, Gazmend dhe Daniel Braçi, roli të cilëve në këtë ngjarje ende nuk dihet. Emri të 4-tit në polici ende nuk dihet. Të 3 kanë dhënë dëshmi kontradiktore për ngjarjen, thon burime nga grupi hetimor. Njëherë kanë folur për persona që u dolën para dhe u bën prit duke i qelluar me armë. Më tej kanë thënë se e gjetën italianin në rrugë të vdekur e në një version tjetër se e pan të plagosur dhe u vdiq në duar. Braçët kanë shtëpi në fshatin e Salaris dhe siç burime për Report Televizion thon, italiani ka qenë në banesën e tyre derisa në mbrëmje kanë dalë për gjuhëti. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur më tej, nëse kemi të bëjmë me vrasje apo ngjarje aksidentale, pasi në zonë nuk ka asnjë kamerë sigurie. 2 armë gjau u gjetën në vendngjarje dhe janë dërguar për ekzaminim nëse janë bërë qitje prej tyre apo jo. Si prova në vendin e ngjarjes janë dhe 2 automjete, një Volkswagen në pronësitë e italianit Edoardo Sarki dhe para tij një Land Rover Defender tipi i ri në pronësi të njërit prej të shoqëruarve. Mësohet se mjeti Land Rover është konstatuar me goma të dëmtuara, por ende nuk dihet nëse janë çar nga plumbat, pasi në vendin e ngjarjes nuk ka gëzhoja. Në vendngjarje janë edhe shenjat e gjakut pranë makinës Land Rover dhe që përshkojnë edhe rrugën, duke treguar në dukje se italiani i ndjer është lëvizur nga vendi ku është qelluar me armë. Hetimet po i drejton prokuroria e Gjirokastrës, por mësohet se atje kanë mbërritur edhe specialistë të krimeve nga Tirana. Eqerem Braçi në momentin e ardhjes në Gjirokastër u paraqit në spital pasi nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore nga ajo që kishte ndodhur. Kompania Tegola Edil Centro në Laprak, për të cilën banorët e zonës kanë protestuar disa herë për shkak të ndotjes, administrohej nga italiani Edoardo Sarki prej vitit 2023. Financiere e kompanisë është Majlinda Taga, e cila gjithashtu është ortake 50-50 me Gazmend Braçin në kompaninë Salaria Gazi, me qendër në fshatin ku kanë edhe shtëpinë e pushimit që ftuan italianin.